A mundet në numerologji të përllogarisim përshtatshmërinë midis dy personave? Këtu duhet të ndalemi. Në numerologji ekzistojnë disa metoda llogaritje. Megjithatë, të gjitha ato bashkohen në dy grupe të mëdha. Mund të studiohen veçmës karakteristikat e secilit person dhe nga numerologu më pas të krahasohet secili tipar një nga një. Në këtë rast, analizohen dy individ të veçantë me secilin tipar dallues të tij. Rasti tjetër është kur numrat e secilit individ mblidhen së bashku ose kombinohen në një mënyrë tjetër dhe më pas, në bazë të tyre, kryhen analiza të ndryshme numerologjike. Në këtë rast, analizohet rezultati final i ndërveprimit ndërmjet këtyre dy personave. Secila analizë apo metodologji për përllogaritin e përputhshmërisë midis dy personave është e ndryshme dhe na jep informacione të ndryshme. Rezultatet finale duhet të jenë gjithmonë me ngjyra dhe jo bardhësi. Pasi i tillë është gjithmonë edhe ndërveprimi ndërmjet dy personave. Thjeshtësimi deri në një përgjigje të ngurtë përputhen apo nuk përputhen këta dy persona, nënkupton një analizë të paplot dhe rrjedhimisht të pasakt.